Shëndetje të gjithëve, sot do t'ju tregoj një histori të bukur me kuaj, me kal, sepse kur isha i vogël më pëlqeni shumë dhe ecja si furja, shumë me shpejtësi të madhe, por një kal si ky për pak humba jetën dhe do t'ju tregoj historinë e vërtet se çfarë më ka ndodhur. E kështu tani do t'ju tregoj historinë e ecjes sime në për kuaj. Kur isha i vogël, isha i çmendur pas kuajve dhe shkoja dhe ecja si i çmendur, shumë vrap. Por nuk shkoja vrap si sot, për shembull që sot hipën mbi kuaj me i sistemuar mirë. Dikur në për kuaj unë hipja pa asgjë, pra pa kapistër, pa asgjë. Dhe kapesha vetëm tek flokët e kuajve. Maj mend që ishte një zotni aty afër fshatit ton, për ata që nuk e dinë, nuk e kanë dëgjuar kur, unë kam lindur dhe jam rritur në Llakatund dhe pranë fshatit ku rria unë ishte një tokë e le të themi një livadh, aty çonin zakonisht kuajt. Kuajt ishin të fermës, nuk ishin personal, dhe ky zotëria që ruante kuajt gjithmonë më thoshte mos, thoshte se do vritesh. Mirë po, ajo që unë ruesha nga babai im, se babai më thoshte shpesh, shiko, do biesh keq dhe do vritesh, por shiko, mëzat e vegjël zakonisht të ruajnë kuajt në përgjithësi, por ndonjëherë mund të krijojë ndonjë problem që të shtypi kali, kështu që bëj kujdes. Në fakt, gjithë ata që kanë rënë nga kuajt dihet shumë mirë, për shembull, edhe ai personazhi famshëm i superheroi që ishte Superman, ranga kali. Dhe kështu që unë ruesha, por sidoqoftë më pëlqente shumë. Dhe sa herë çfarë bëja unë? U shkoja në shkollë, pasi mbaroja shkollën sepse i shikoja nga shkolla, poshtë aty në mhall. I shikoja nga shkolla kur ai sillte kuajt, se i sillte nga ferma, dhe unë ç'bëja? Shkoja në shtëpi, lija çantën dhe vrap një copë bukë në dorë edhe ikja vrap. Dhe këtë e bëja sa herë që shikoja kuaj. Por erdhi u bë si zakon, sepse sa herë që doja që të ecja me kuaj, vrap, me një fjalë nuk haja asgjë dhe shkoja për t'ikur vrap me kuaj. Më pëlqente jashtëmase, më pëlqente shumë. Unë kur hipja në kal, çfarë të them, ishte fantastike. Bile mbaj mend ajo era që frynte, që valviste ata pak flokë që kishe, sepse nuk ishin flokët e gjatë si tani, por valviste dhe hapja kratë, kështu mbi kal, edhe ecja vrap. Ishte gjë e bukur. Më pëlqente kaq shumë, sinqerisht. Dhe babai shpeshherë më thoshte kujdes. Dhe një ditë doja t'ju thosha që përpara shkollës, aty ku mësoja, ishte një fushë ku lozin futboll dhe anës e anës fushës ishin disa eukalipte. Eukaliptet janë disa pemë që lën disa kokra të vogla ose fruta, si mund të quhen, ato kokra të vogla që bien në tokë. Dhe ato ti kur se mbushej komplet, kur frynte erë mbushej poshtë dhe ti kur kaloi aty rrëshqisje. Pra ishin të rrezikshme, le të themi, që ti të ecje në këmbë. Por merre me mend nëse ti do të ecje me kuaj. Tani, për kuaj nuk është problem, sepse kuajt janë të rëndë, por kur bie mbi to, ti nëse bie mbi këto kokra, vritesh, sepse janë dru, copa druri të rumullakta, janë fara të vogla. Dhe një ditë shkova në shtëpi, lash çantën dhe vajta si gjithmonë që t'hypja tek një mëz. Dhe çfarë bëra? E merja, se unë s'bëja gjithmonë, e merja mëzin dhe nuk e mbaja i lidhja flok ato syt, me fjalë mbyllja syt, që ai mos të shikonte dhe të tërhiqja dal nga dal derisa të ikte larg nga nëna e tij dhe nga tufa. Pse kjo? Që ai kur të kthehej, unë hipja që ai kokën ta kishte nga ana tjetër, jo nga tufa, dhe kur hypja, ai sa kthehej që shikonte nënën e tij, vrap, por çfarë t'ju them? Kaq vrap se keni iden. Asnjë lloj kali nuk mund të ishte kaq vrap, sepse mëzi kishte frikë se mos humte nënën. Dhe këtë e bëja shpeshherë. Atë ditë bëra të njëjtën gjë. Dhe hypi mbi kal, vrap kalit, sepse e çova kësaj radhe e çova shumë larg. E çova kaq larg sa që ishte nga ana tjetër e fushës. Dhe ai sapo u fut në fushë, eci vrap, por një vrap, çfarë t'ju them?
nuk e di me sa kilometra në orë. Por kur u afrua afër fushës, aty ku ishin këto eukaliptet, aty ishte kanali që ndante gjithë fushën. Dhe kur filluan që toka që të kishte ato kokrat, ato si u thashtë eukaliptit, sepse nga kanali unë erdha nga fusha që ishin kuajt te kanali dhe kanali ndante fushën e sportit ku ne lozim tek shkolla. Dhe eukaliptet ishin këtu, kështu që ai kaloi kali, duhej të kalonte në mes të eukalipteve dhe të shkonte tek shkolla dhe të kalonte nga ana tjetër ku ishin kuajt. Mirë po, kali nuk e bëri këtë. Ai mëz u kthye menjëherë sepse pa kanalin, nuk e di pse e kishte bërë dhe herë të tjera që e kalonte kanalin, atë ditë nuk e bëri. Pra nuk e kaloi kanalin, por u kthye majtas. Siç u kthye menjëherë se ndaloi dhe u kthye majtas, dhe unë direkt në këtë fushën e kulozim futbol që ishte mbushur plot me këto farat e eukaliptit. Komplet, mirë po unë isha vetëm me një këmish. Këmisha ishte hapur dhe gjithë gjoksi im trupi ra aty, mbi këto kokra. Dhe u rop komplet lëkura dhe çfarë t'u them. U bëra plot gjaktej dhe merren mend ato copat e drurit ishin futur në përmish, gjithandej. Edhe mundoja që të hiqja ato, po edhe pse mbulova me kjo, edhe pse doja ta mbuloja me këmish, kisha frikë se bëj pis këmisha. Merren mend si isha unë. Dhe si përfundim kam qenë 12-13 vjeçë dhe si përfundim tani si do I thosha babait tim. Shkoj vrap në shtëpi, sa shkoj në shtëpi, më thot babai, çfarë ke bërë? Çfarë ke bërë? Erdhi dhe bëri diçka. Bëri diçka që unë mbeta pa fjalë. Ai shkoi dhe gjeti tek njëri një shelek. Dhe atë shelekun, gjakun e pagoi, gjakun e shelekut me gjak të freskët, sa e theri, më bënte kështu, si thonë, me garza, sipër. Sepse e pastroi njëre, rregulloi dhe pastaj vinte këtë. Gjaku, unë se dia, I rindërtoi, gjaku I qengjit vogël, rindërtoi lëkurën. Dhe unë kam patur vetëm pak disa pika të vogla të shenjave, por ato u zhdukën totalisht. Kjo pra ishte historia ime dhe më tha babai, dha bësh më, tha jo, nuk e bëj më, thash, dhe ditë tjetër hipa prap. Me fjalë pasi u shërova. Megjithatë kjo ishte historia e kalit, sa e pash doja t'ja u tregoja sepse është vërtet çudi. Tani më thoni ju, çfarë historish keni ju me kuaj? Keni ndonjë histori që mund ta dëgjojmë? Do t'i lutesha nëse keni ndonjë histori me kuaj, ma thoni, sepse duke diskutuar së bashku, përveç se rikujtojmë rinin ton, por mund të ndajmë edhe këto histori së bashku, sepse disa informacione na ndihmojnë. Kështu që kush është rastisht, do t'i lutesha t'i bëj like fajës që jemi sërish, dhe ju faleminderit për gjitha komentet. Hajde, kalofshi bukur.